Një ditë Erion kishte vendosur të shkonte në një udhëtim kampingu në pyllin e Dukatit, një pyll i njohur për natyrën e tij të paprekur dhe bukurinë që ofronte. I nxitur nga dëshira për t'u larguar nga rutina e zakonshme dhe për të shijuar natyrën, ai kishte mbajtur me vete vetëm çantën e shpinës, një tent dhe disa sende të tjera të nevojshme për kamping. E dinte që ky do të ishte një udhëtim ndryshe, një mundësi për t'u relaksuar dhe për të shijuar momentet e qeta që vetëm natyra mund t'i ofronte. Asgjë nuk do të mund ta përgatit për atë që do të përjetonte. Një mëngjes të freskët të shtatorit, ai mbërriti në fshatin e Dukat, një vend i qetë dhe tërheqës, i njohur për natyrën e tij të paprekur dhe për pyjet e dendura që e rrethojnë. Erion ishte gjithmonë i dashuruar pas natyrës dhe e kishte kaluar shumë herë këtu. Por asnjëherë nuk kishte menduar të qëndronte për disa ditë. Këtë herë ishte ndryshe. Ishte gati të provonte të fjetur në natyrë, në nyjet e qiellit të pastër, larg zhurmës së qytetit. Me çantën e shpinës në kurris dhe një humor të shkëlqyer, ai kaloi nëpër rrugët e ngushta të Dukat dhe u drejtua për në pyll. Pylli ishte i qetë, i mbushur me aromën e boroniçave dhe me tingujt e zogjve që fluturonin mbi kokë. Po përparonte me hap të sigurt drejt një hapësire të ndritshme, aty ku ishte menduar të ngrinte kampingun. Kur mbërriti në një zonë të bukur, me drita që depërtonin mes degëve të drurve të lartë, ai ndjeu një lloj kënaqësie të thellë, në heshtjen që mbretëronte. Ai vendosi të ngrej tendën, duke ndihmuar vetveten të krijonte një hapësirë të vogël ku mund të futej dhe të pushonte. Pas ngritjes së tendës, ai shtriu gjërat e tij, duke menduar për natën që do të kalonte. Dielli po perëndonte dhe qyelli u mbush me ngjyra të ngrohta. Ishte një peizazh që të ftonte për të mbetur aty për gjithmonë. Por siç ndodh shpesh, natyra kishte planin e saj. Pas disa orësh qëndrimi në pyll dhe ngritjes së tendës, Erioni filloi të vërente diçka të çuditshme. Një lloj ndjesie e çuditshme, që nuk mund ta përkufizonte, një ndjenjë e papërshkrueshme, që po e bënd të ndihej i vëmendshëm ndaj çdo tingulli dhe lëvizjeje rreth tij. Po aq i qetë sa ishte, ai e ndjeu që diçka e pasakont po ndodhte. E dinte që ishte në një pyll të thellë dhe të egër, por gjithsesi kjo e bënte atë të mendonte për mundësinë e ndodhisë së ndonjë ngjarjeje të papritur. Kur erdhi mbrëmja dhe perëndimi i diellit filloi të ndriçonte horizontin, një tingull që vinte nga thellësia e pyllit e bëri atë të ngrinte kokën. Një hije e madhe kaloi përpara tij. Një ari i madh kishte dalë nga thellësia e pyllit, duke përhapur një atmosferë të pasigurisë dhe një ndjesi të panjohur frike. Erion u ngrit ngadalë, duke e ruajtur gjithnjë distancën, dhe për momentin duket se gjithçka po qetësohej, por ndjenja e frikës që lindi nuk kaloi kurrë. Erioni filloi të ndjente një ndjenjë të thellë pasigurie. Ai nuk ishte i sigurt nëse mund të flinte natën, duke pasur parasysh se ari mund të kthehej në çdo moment. Ai vendosi që të ngjitej në një pemë të madhe afër, duke u fshehur dhe duke mbajtur distancën nga ari. Frika që mbizotëronte ishte e padurueshme, por për një moment ai e ndjeu veten më të sigurt lart mbi pemë. Megjithatë, ndoshta ari do të kthehej. Disa orë kaluan. Fjetja ishte e pamundur, për shkak të frikës dhe tensioneve që mbizotëronin. Erion e dinte se ai nuk mund të ishte në gjendje të qëndronte për një kohë të gjatë në pemë, por nuk kishte mundësi tjetër.
Ai e mbajti mendjen të fokusuar dhe tentoi të qetësohej, duke u përpjekur të dilte nga situata. Por Ari ishte aty, duke qëndruar në pyll dhe duke u afruar gjithnjë e më shumë. Pas 5 ditësh të tensionuara, ai e kuptoi se ishte e pamundur të mbetej në atë situatë. Frika, lodhja dhe pasiguria ishin të jetë të mëdha. Në një moment të qastit, Erioni gjeti mundësinë që kërkonte. Me një lëvizje të shpejtë dhe të fortë, ai arriti të zbriste nga pema dhe të largohej. Ari nuk ishte më aty, dhe Erioni mori frymë thellë, duke ndjerë se kishte shpëtuar nga një situatë që mund të kishte qenë fatale. Kur kaloi pas kësaj periudhe, ai e kuptoi që ai ustim, që filloi si një aventurë e thjeshtë, kishte ndryshuar përfundimisht mendimin e tij për natyrën dhe për jetën në përgjithësi. Ai mësoi se natyra, sa e bukur dhe tërheqëse, mund të jetë gjithashtu e pasigurt dhe e rrezikshme. Po ashtu kuptoi se ndonjëherë duhen marrë vendime të shpejta për të mbijetuar. Kjo përvojë ishte një mësim i fuqishëm për menaxhimin e frikës dhe për të kuptuar vlerën e natyrës, të cilën ndonjëherë mund ta nënvlerësojmë. Erioni u kthye në qytet duke e ditur se ajo përvojë kishte ndryshuar qëndrimin e tij për gjithçka. 5 ditë në pyll, 5 ditë të frikshme dhe të pasigurt, do t'i mbeteshin mend gjithmonë. Ai do të kujtonte gjithmonë atë aventurë të natyrës, jo vetëm për bukurinë që ofronte, por edhe për rreziqet që mund të sjellë. Nëse edhe ju apo dikush që njihni keni përjetuar histori të ngjashme dhe dëshironi ta ndani me ne në mënyrë anonime, mund të na shkruani në faqen tonë. Ne jemi këtu për t'i dhënë zë atyre që janë heshtur për vite me radhë. Historitë tuaja kanë rëndësi, dhe kur tregohen, ato mund të bëhen shpresë për dikë tjetër që është ende në errësirë. Mos harroni të bëni like në këtë video nëse ju prek, të lini një koment me mendimin tuaj dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori reale, të forta dhe të papërpunuara nga jeta në Shqipëri. Ne postojmë çdo ditë në orën 6 të mbasdites dhe çdo video është një dritare drejt një historie që meriton të dëgjohet. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Ju presim në videon e radhës.